Legalizuar, se komunës më ka dhaj se na mu marrë vesh me njerëz nuk mund. Ne erdhëm të KRU Mitrovica për të marrë përgjigjen e tyre. Kërkuan që nisi me email dhe përgjigja e tyre do të na vi me email, unë emailën e nisa. Deri sot na kthejnë përgjigje, po shkojmë te komuna edhe të shohim se ku qëndron problemi. Tash më kemi ardhur në komunën e Mitrovicës, ku po tentojmë ta thrasim Naser Mujen, i cili është drejtori i shërbimeve publike, edhe të shohim se çka po na thot për këtë problem, edhe pse të dashur qytetar, për çdo ankesë që keni, duheni të jeni të informuar edhe duheni me e ditë se ku duheni mi drejtu ato ankesa. Sepse në shumë raste ka ku qytetarët nuk di se ku mu anku për problemet e tyre që kanë. Po tentojmë edhe njerë pra të bisedojmë me Naser Mujen, e kjo po ndodh shpesh sepse në adresën e ankesave nuk është vetëm komuna e Mitrovicës e cila nuk përgjigjet, por edhe e shumë qyteteve të tjera të cilët nuk kthejnë përgjigje për problematikat e qytetarëve. E patë edhe vetë, në komunën e Mitrovicës nuk është që patëm përgjigje, ndërsa KRU-ja edhe pse na pranoi aty fizikisht, tash sapo ka ardhur emaili në redaksin tonë, lidhur me pyetjet e dërguara, edhe unë po e lexoj këtë për juve. Lidhur me pyetjet e dërguara për furnizim me ujë të pishëm në zonën e përmendur në fshatin Vrbnicë, ju njoftojmë se sipas të dhënave dhe evidencave tona, nuk qëndron pretendimi se kjo zonë ka qenë pa furnizim me ujë të pishëm për një periudhë prej më shumë se 3 vitesh. Megjithatë, në periudha të caktuara ka pasur vështirësi dhe ndërprerje të furnizimit, si pasojë e problemeve teknike, të cilat ekipet tona i kanë trajtuar vazhdimisht në terren. Sa i përket faturimit, konsumatorët që janë të pajisur me ujë matës nuk faturohen me pagesë paushale, por faturimi bëhet me bazë të konsumimit real të regjistruar në ujë matës. Prandaj, pagesa lidhet me sasinë e ujit të konsumuar dhe jo me një tarifë fikse paushale. Ekipet tona kanë qenë dhe vazhdojnë të janë të angazhuara në identifikimin dhe zgjedhjen e problemeve të furnizimit në këtë zonë dhe në të gjitha zonat tjera ku paraqiten vështirësi. Aktualisht, për shkak të temperaturave të larta dhe rritjes së konsiderueshme të konsumimit, si dhe keqpërdorimeve të ujit të pishëm për destinime të tjera, sistemi po përballet me ngarkesa që të i kalojnë kapacitetet e planifikuara të furnizimit. Lidhur me rastin konkret të adresës së përmendur, ekipet tona do ta verifikojnë gjendjen në terren. Ne mbetemi të përkushtuar për të përmirësuar furnizimin me ujë dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me institucionet komunale dhe të gjitha palët e interesit për të gjetur zgjedhjet më të mira. Njëkohësisht apelojmë te konsumatorët që uji i pishëm të përdoret vetëm për nevojat për të cilat është i destinuar dhe të shmangen keqpërdorimet, në mënyrë që të sigurohet furnizim sa më i qëndrueshëm për të gjithë qytetarët me respekt dhe bekim rushiti. Do të thotë kjo është përgjigja e KRU-s Mitrovicës sa i përket kësaj gjendje të banorëve, por vlen të ceket që në email do të thotë që qytetarët ujin e përdorin edhe për gjëra tjera. Edhe po pra, duhet kemi kujdes edhe tek pjesa e ujit, si tek bërlogu që e hudhim kado edhe ujin duhemi me e ditë se si ta përdorim.